Mirë se erdhët, sa një mirë shumë qëta. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët, doktor. Duhet t'ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj sot. Është një nder I veçantë dhe I madh për mua dhe për kryesinë e etikës të Partisë Demokratike në Belgjik, që të organizojmë këtë takim dhe të kemi mes nesh doktor profesor Sali Berisha, kryetori I Partisë Demokratike. Si dhe deputet e nderuar zonjën Aldona Bokshi, zonja Jorida Taboku dhe zotin Uert Bylykosha. Qëllimi I këtij takimi është të na informojë mbi zhvillimin më të fundit të situatës politike në Shqipëri pas farsës elektorale të 11 majit. Ju falenderoj edhe herë për pjesëmarrjen dhe për ja kaloj fjalën zotit Berisha. Faleminderit. Njerë ju përshtes shumë për zemërësit për u faloj në shumë milionë për të gjithë mbështetjen, të gjithë kontributin që keni dhënë për pjekjet tuaja, mbështetjen për Partinë Demokratike të vazhdueshme dhe gjatë fushatës elektorale. Në ana tjetër, ju të shpreh për një situatë pa precedent, që në ekziston sot në Shqipëri. Personalisht, siç keni dëgjuar, kam qenë I bindur që Virama sjellje nuk do. Dhe e kisha thënë, njeriu nuk mund të vendosë të qëndrojë në pushtet duke manipuluar zgjedhjen. Kurse ai ka probleme shumë të mëdha me ligjin dhe ka krijuar në Shqipëri një makineri gjigante të blerjes votës dhe të frikësimit të qytetarëve. Kjo makineri ka ardhur gjithnjë duke rritur, duke bërë më fuqishme, më madhe. Kjo makineri gjigande është shteti I blerjes votës. Në çfarë mënyrë? Në këtë fushat ai u dha të gjithë pensionistëve 100 euro dhuratë, e ndaluar me ligj. Ju them këtu, kur ne kishim zgjedhjet, nuk I rrisnim rrogat derisa mbaronin zgjedhjet. Rrogat që ishte një përcaktim I përvitshëm, detyrim I përvitshëm, por ne shtynim derisa mbaronin zgjedhjet. Se kështu është rregull. Ti nuk mund të përdorish fuqinë ekzekutive për të marrë vota. Fali 2 ditë para zgjedhjeve mbi 200 milion gjoba dhe interesa. Prokuroi gjatë zgjedhjeve mbi 500 milion euro, të gjitha të ndaluara me ligj. Punësoi gjatë zgjedhjeve mbi 10.000 vetë në qeverinë vendore dhe qendrore. Të gjitha këto për ble vota. Përdori pushtetin ekzekutiv për legalizime, leje ndërtimi dhe certifikata pronësie në mira raste, pa kufizime. Të gjitha këto azgjësojnë garën elektorale. Se në situatë të tillë, ti në fushë ke një gjigant që disponon miliarda, që disponon një logjistikë të pafundme, që disponon një personel të pafund, në një parti që ka një financim pak milion ose edhe më pak. Të gjitha këto, ai I bën për të blerë votën në të gjitha këto mënyra. Çfarë bëm ne? Ne këto arritën t'i sankcionojmë në një rezolut
që u votua 10 ditë para zgjedhjeve në Valencia nga Partia Popullore, se aty kemi grupimin tonë. Por ky është një aspekt. Në Shqipëri ka një makineri tjetër, që është makineria e friksimit të qytetarëve. Kjo makineri përbëhet nga vrasë serial. Përbëhet nga kartele droge që disponojnë miliarda euro. Vetëm një prej tyre ka transferuar nga Dubai në bankat e Europës 3 miliard euro. Kanë parat pa fund. Janë vendimmarrës kryesor. Emrojnë ministra, emrojnë drejtorë. Ditën e zgjedhjeve, një nga bashkëpunëtorët e mi i thot ambasadorit Bashkimit Evropian, ambasador thot në filan vend janë banditës s'po lanë me votue. Ambasadori kthej thot po më sillen policë si bandit, po lërë banditin, po merr në policë, po sillen si bandit. Dhe tha një të vërtetë ambasadori. Policë e bandit nuk dalloheshin më, sepse bashkëpunojnë. Këto banda që janë njëra prej tyre e Durrësit, Durrës janë 2-3, po kryesorja ka portin. Vitin 2020 Edi Rama u ka dhënë portin Troplinëve. Troplinët janë banda me fuqishme. Kanë portin, nga viti 2023 gjerë sot, nuk është kap 1 kilogram kokain nga porti i Durrës. Porti i Durrës është port i lirë për kokaina. Port i lirë për kokaina. Ndërkohë Elbasanin e kontrollon një kartel tjetër, karteli Çela, i cili kontrollon heroinën. Heroina para se të filloj kokaina, heroina ka qenë rruga kryesore, Shqipëria ka qenë rruga kryesore e heroinës, që vjen nga Turqia, Afganistani dhe këto vende. Që vjen nga këto vende. Ky klan ka heroinë. Ky klan është miliardierë. Këta japin pensione. Këta lidhin rrogë. Këta paguajnë. Janë zotër të padiskutueshëm të qyteteve, edhe në fshatra. Po këta kanë kontroll të plot shefat e policisë, gjykatësit, prokuror. Për shembull, në Prenjas, e kemi me regjistrim, shefi i komisariatit Prenjasit thriste një nga një qytetarët dhe u thoshte se ju duhet votoni për Sara Milën. Sara Mila njeriu më i panjohur. Sa kishte dëgjuar kush emrin Kur, por e martuar me një njeri të afërt me bandën. Do votoni Sara Milën. Dhe këta, bëjnë shefi duke bërë fushat për llogaritë të Suelçels, të këtij kryebanditi. Në zyrën e kryeministit ka një person, ky quhet Ergys Agasi. Ky koordinon bandat. Për shembull, këtij të Elbasanit, jo Kors, jo bandave të Kors, po këtij të Elbasanit i kanë dhënë dhe Korçën. Shumë i fuqishëm, ky është shumë i pasur. Dhe ky kontrollon dhe Korçën. Shkodra por ka Bajrin, që janë me një 10 ose 12 vrasje të regjistruar. Lushnjë ka hakmarrjen për drejtësi. Hakmarrja për drejtësi në dosjen e dënimit, se kanë qenë dënuar për jetë, ka liruar Edi Rama, të gjithë me ndërhyrjen e vet. Sot ata kanë zëvendësuar Aldo Barën në Lushnjë, janë zotrit e Lushnjës. Ta mori futi ky sfejuar në djalit, o rikshyti në listë të mbyllur dhe vetë me banda të armatosura punoj për kandidat të tjerë. Për dy, një Xenoklosi dhe i tjetër që i çoi Belinda, një tjetër ishte nga Lushnja. Pra, këto ishin zgjedhjet. Dhe si në çdo farsë, sepse ligji çdo farse është
se gjithmonë më shumë i shtohen votat diktatorit. Po të marrësh zgjedhjet e Lukashenkos dhe Putinit, ata nga një zgjedhje tjetër shkojnë duke rritë përqindjen e fitimit.